Jo vetëm SPAK, por edhe Prokuroria e Përgjithshme po shton kapacitetet sa i takon pajisjeve përgjuese që shërbejnë në punën e institucioneve ligjzbatuese për të luftuar krimin dhe korrupsionin. E ndërsa deri më tani vëmendja është përqendruar te Prokuroria Speciale, në anën tjetër, Prokuroria e Përgjithshme, e cila organizon punën e prokurorive të rrethave gjyqësore, po mendon të rrisë kapacitetet e saj për sa i takon sistemit të përgjimit. Për këtë është çelur tenderi me fond limit prej mbi 65 milion lekësh ose 660.000 eurosh, referuar kursit ditor të këmbimit valutor, në datën kur është bërë edhe shpallja e procedurës. Procedura e ndjekur për këtë tender specifik është në negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. Referuar dokumenteve, Prokuroria e Përgjithshme me fondin limit prej 65.188.200 lek pa TVSH, sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, datë 26/3/2025, ku euro kombehet me 98.77 lek ose 660.000 euro, synon mirëmbajtje të sistemit përgjimit, rinovim e pajisje, instalim e implementim. Kontrata zgjat 3 vjet dhe është ndarë në lote, por operatori i referuar dokumentit zyrtar mund të marrë përsipër të gjitha lotët. Afati për paraqitjen e ofertave nga kompanitë është 28 prilli 2025, pra dita e hënë. Fondi vënë në dispozicion në tenderin e 2025-s nga Prokuroria e Përgjithshme është pothuajse 100.000 euro më i lartë se ai aplikuar në tenderin e fundit me të njëjtin qëllim. Ndonse këtu mund të ketë ndikuar kursi i këmbimit valutor. Mirëmbajtja e sistemit të përgjimit në Prokurorinë e Përgjithshme 3 vite më parë është kryer nga një kompani italiane, ndërsa nuk dihet nëse do të vijojë e njëjta apo për 3 vitet e ardhshme do të ketë një tjetër ofertues. Gjatë 2024-s, referuar raportimeve zyrtare nga Prokuroria e Përgjithshme, nga prokurorët e rrethave janë përgjuar 2361 telefon me qëllim hetimet për krimet kundër personit, lëndët narkotike dhe vjedhjet e mashtrimet. Ndërkohë, prokuroritë e rrethave kanë marrë një rol të veçantë për zgjedhjet e 11 majit, ku bashkë me një prokuror të SPAK-ut dhe grupa hetimi nga BKH do të hetojnë krime zgjedhore, një çështje që konsiderohet e nxehtë dhe një sfidë për sistemin e drejtësisë në vend. Referuar ligjit shqiptar të përgjimeve, në të thuhet se bërthama komanduese elektronike është pajisja teknike në administrim të zyrës së prokurorit të përgjithshëm, e cila lejon ose ndalon përgjimin e një pajisje komunikim elektronik. Objekt përgjimi janë sinjalet, shkrimet, fotografitë, dhënat audiovizuale ose lloj tjetër informacioni për të marrë ose transmetuar nëpërmjet pajisjeve të komunikimit elektronik. Si përmarrës i komunikimeve elektronike është çdo person fizik ose juridik i cili ofron rrjetet komunikimeve elektronike dhe ose shërbime të komunikimeve elektronike sipas përsaktimeve të legjislacionit në fuqi për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë. Organet që mund të kërkojnë kryerjen e përgjimit janë shërbimi informativ shtetëror, shërbimet informative policore të Ministrisë së Brendshme dhe të Ministrisë së Mbrojtjes, të Ministrisë Financave dhe të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe çdo shërbim tjetër informativ policor i krijuar me ligj, kanë të drejtë të kërkojnë përgjimin për të siguruar të dhënat e domosdoshme për realizimin e detyrave të tyre ligjore.